Përshëndetje edhe një herë të nderuar miq, jemi rikthyer në orën 0, e bëra me di edhe përpara hapësirës publicitare. Në studio jam me fotoreporterin Hamzat Iga, drejtor, Qendra Mediatike Kurajo. Faleminderit që pranuat ftesën, megjithëse me pak vonesë në emision bëhet merak fillimisht, po. Vjen mirë që jeni mirë. Faleminderit. Do fol media për një incident që ju keni patur me disa punonjës të Gardës së Republikës pak ditë më parë, të cilët nuk ju kanë lejuar të bëni ato që ju bëni për ditë, pra të fotografoni dhe të raportoni nga Kuvendi i Shqipërisë. Si qëndron e vërteta? Për mua, unë nuk u ofendova, ose nuk u preka pse më përzum me zor. Pse nuk më lanë bëja punën time që unë e bëj për 10 vjetësh me pasion. Për sa vitesh? Për 10 vjetësh. Më thënë që shkruaj, fotografoj, xhiroj, madje edhe kanë protestuar, kanë bërë reportazh dokumentar. Më thënë jam person që puna flet, mjafton me një klik në Google, videot, fotot, shkrime, dhe nuk kam pse unë të flas për punën time. Por ajo që ndodhi është një kronologji fare thjesht, që një javë më parë në debatin pozit-opozit, ku kryeministri i vendit zoti Rama pati disa shpërthime, normalisht që unë nuk mund të rija dot pa punuar. Unë marr me vete edhe laptop në parlament, dhe çfarë dëgjoj, çfarë fotografoj, gjë më pikante i transmetoj direkt. Po. Dhe këtë punë bëja edhe në ato momente të cilët fotot e mia me emrin tim, me logo, madje edhe me logon e Qendrës Kurajo, që unë i maskoj fotot, i markoj, e kam publikuar, mos gaboj, dhe gazeta Telegraf, kur deputetët po thyenin, shmontonin kompjuterat i fusin poshtë tavolinës. Tash unë s'mund të ri indiferent kur shoh pronën e popullit, deputetin që betohet para flamurit, para kushtetutës, do punoj për këtë popull, dhe merr pronën e fut poshtë, do ta raportoj. Çfarë pun kam? Gjithçka ka ndodhur në të njëjtën e para 10 ditëve, Po, pavarësisht kur edhe gjuha e ashpër në parlament, por edhe disa foto ishin disi provokative, janë shkrepur nga aparati juaj ato të publikuara më pas edhe nga vetë kryeministri, ish kryeministri Berisha në adresën e tij në rrjetet sociale. Përderisa unë i publikoj me emrin tim, çdo kush ka aksesin që të futet të marrë fotot duke cituar emrin tim, se ka dhe që e fshin, e heqin. Zoti Berisha i transmetoi disa nga kolazhi fotove. Dhe kjo si duke nuk i ka pëlqyer militantëve i tharëve të disa punonjësve të Gardës, të cilët unë nuk i kisha parë në parlament, dhe siç mësova, nuk do të përmend emrin, se nuk e quaj të barabartë me nivelin tim, sepse unë jam transparent i sinqert, ai erdhi si skuq, foca ti dil për jashtë 3-4 veta dhe mbyllë gojen. Për mua ishte shumë fyse, unë i thoja shokëve mos xhironi. Që thotë kanë ardhur qëllimisht dhe vetëm për këtë arsye. Po. Vetëm për të nxjerrë juaj jashtë. Po. Keni patur kontakte më pas me zyrën e kryeministrit? Jo, unë këtë desha të theksoja. Unë kam 5 vjet që nuk shkel në Selin Roz, dhe që kur është akredituar qeveria e re në zgjedhjet e 23 qershorit, unë nuk hyj në Selin e kryeministrisë. Hyj në ambasadën amerikane, jam i ftuar për festën e kategorikut, në ambasadën gjermane që punon dhe personal reporter, e kam shkruar këtë gjë. Për disa ambasada prestigjioze, madje fundi ishte edhe ambasada suedeze, që unë punoj personal reporti që shkruaj, fotografoj, xhiroj dhe dorëzoj materialet, përkundër pagesës, hyj në gjitha institucionet, stadium, teatr, kështu, vetëm në Selin Roz dhe në kryeministri unë kam 5 vjet që nuk hyj. Domethënë jam person non grata. Këto janë dhe disa nga shkrepjet që ju keni bërë në parlament. Po. Dhe këto janë të gjitha fotot thonë ju, deri në momentin përjashto këto, sepse këto janë fotot pa digjiturën Kurajo, mi keni nisur personalisht, fotot e tjera kanë qenë të evidentueshme. Janë aty në... Por paralelisht me fotot e kryeministrit, keni bërë dhe fotot ish kryeministrit apo të sjelljes së deputetëve, të ministrave, ish ministrave në parlament? Atëherë, mbasi unë dola nga Garda, nga parlamenti i shqetësuar nga Garda, unë bëj një tekst në faqen time, me shokët e mi, sepse nuk jam vetëm aty, edhe raportova komplet kronologjinë, madje kujtoj edhe një detaj të vogël që kur hyn ministri i rendit Samir Tahiri thash, bravo Samir, thashun po jo 5 deri në 20 vjet thash për tritolin, thash 20 deri 25. Sepse një person thash që merr 40 kg tritol, thash pse 5 vjet bruk. Qeshi madje kam bërë dhe foto dhe e kam publikuar. Kështu që unë jam transparent me të gjithë. Madje po të shikoni foto që ju kam nisur dhe dua që të dalin, unë kam fotografuar urdhoni Gens Pollon me duar mbi kokë. Më thonë që unë nuk kam militantizëm në punën time. Po edhe unë nuk i kam censuruar, sikur se mi keni nisur janë të gjitha fotot. Sepse kjo është puna jonë.
Po, ja dhe Atë foto e urdhone. kryeministrit. Atë e mbaj pak. Ish kryeministri, Ish ndjes kryeministri vetëm zoti Berisha duke parë foton e 23 qershorit të 23 marsit të 92-shit, foton e fitores të demokracisë. Atëherë, unë pse duhet mos ta fotografoj zotin Berisha? Unë s'jam i paguar që të sulmoj vetëm zotin Rama. Unë nxjerr zotin Pollo. Pikërisht pa dallim ka hinë fere ide bindesh politike partijake që ata profesion aty. Atëherë, ardha e tyreve. Apo sa fat për mua, vetëm 5 minuta dil për jashtë ti fotografon kryeministrin duke kryuar hundë, duke bërë budalliqe tash për mua ishte, domethënë unë më tepër shokova nga ajo që si ka mundësi që ndodhi dhe nuk reagova dhe nuk kërkova ndihmë kolegëve që me kamerat gati donin që të dëgjojnë fotografonin, thoshja nuk ka problem, do mbyll vetë dhe dola me qetësinë time sepse nuk kërkova të bëja viktimën që të personalizohesha. Po pse pikërisht, pse nuk pranuat pikërisht që të qoftë xhiroheshin personat përkatës, po qoftë edhe kjo ngjarje të hetoj disi më tej. E kujt ishte edhe përgjegjësia e personave që hyn aty pa leje. Pikërisht sepse ju thoni që nuk ishin punonjës të gardës. Ata janë punonjës të gardës ose nuk ishin njerëzit që vinin në mënyrë të vazhdueshme në parlament. Që jam personeli akredituar për atëherë. Nuk e di, po un kam një shprehje kështu latine që më pëlqen shumë që nuk dua ta them këtu, por mendoj se nuk ja vlen të ftosh njerëz të cilët janë të paftuar. Kjo më ka bërë përshtypje gjithë jetën time emigrantë që në 91-shin Korfuz. Nuk ja vlen të ftosh njerëz që nuk e meritojnë ftesën. Po nuk janë njerëz ata që unë t'i bëj partner në punën time, sepse puna ime, unë punoj, ju kam thënë, kam punuar në fushat elektorale për LZK-n, PDK-n, PD-n, LSI-n, PDI-n. Vetëm për posën jo. Kam shëtitur gjithë Shqipërinë, jashtë shtetit, brenda shtetit. Madje kam marrë aktorin Shamiku që kam vajtë në Turqi, kam marrë intervistë që shqiptarët qanin për të. Më thonë që unë nuk njoh. Unë kam vajtur, domethënë me misët nga Fashion TV-ja, jashtë shtetit. Kam vajtur me forca speciale, madje juve nuk i keni parë, sot kam publikuar foto dhe video me gardën, me ata njerëz që mua më kanë kapur, kolegë të tyre. Në det ata bën prova në tokë, në ajër dhe në det, dhe unë kam gjuar me ata 2 ditë kam bërë fotot. Dhe me ata që kam qenë krah për krah, që ju pëlqente puna ime, cilësia ime, isha i preferuar. Tani ishte sulm politik apo sulm profesional ndaj jush? Politik. Atëherë kur mua ata më Po ju nuk militoni as në radhë të Partisë Demokratike, pse? Jo. Pse sulm politik atëherë? Atëherë, për kuriozitet po ju them diçka që pikërisht atë ditë un kam bërë bilancet e qendrës Kurajo, duke dorëzuar statementet me bilancet dhe un kam nxerrë. Un nuk kam marr asnjë lek në llogarit bankare nga asnjë forcë politike. Nga asnjë subjekt nuk kam fituar asnjë projekt. Unë kam mbijetuar me krahët e mia. Unë nuk pranoj të shitem politikisht. Do tentoni sërish të hyni në parlament? Normalisht, duhet falenderoj, e kam shkruar tetoreshën e zyrës shtypit të zonjën Manjola Zeka dhe këshilltarin e medias së Kryeut Kuvendit Emiliano Aleksi, të cilët dolën për një të revoltuar, më panë që unë nuk isha i qetë dhe kolegët e mi më thoshin fol, kamerat i ke gati, prezantoj, thash, thash, ta mbyllim me kaq, thash, heshtja ka pak Floriri. Ata thash, dolën të turpruar, erdhën me një mision ndofta që edhe ata vetë nuk... Pa keni merak se nuk do t'ju lejojnë sërish, apo do t'ju lejojnë, tani jeni bindur që do t'ju lejojnë normal vajta në sot, parlament. Vajta dje se ka hyrë ora 12, vajta u takova, vazhdova detyrën time, madje kam publikuar dhe shkrimin dhe fotot që policët gjobisin përsëri deputetët tek dera e kuvendit. Do t'i kemi pas pak. Jo, i kam publikuar përsëri sot. Dhe bashkë me punojësit e gardës, e i kam thënë, zotëri, mos më intereson. Keni bërë dhe një shkrim për këtë. Po, normal, unë ato që shikoj, i shkruaj vetë, i komentoj vetë. Nuk më mungon kjo fotot e gardës. Atëherë, po ju them, po jap një rast. Po na ndihmon regjia dhe po na prish dhe skaletën, na nxorri tek çështja tjetër. Këto janë foto të shkrepura nga ju, por 3-4 muaj më parë. Dhe më e bukur është sepse këto foto janë përdorur dhe nga i ashtu quajturi shtyp pranë qeverisë. Madje edhe emisionin Fix Fare, ku un kam marrë çmim parë. Dhe duhet ta theksoj këtë gjë. Në 4 vjetorin e Fixit, një nga 5 kronika më të bukura ka qenë imja përkundrejt me protagonist Edi Ramën. Dhe që aty mendoj se ka filluar një maraz shumë i madh, sepse unë kam nxjerrë me zë me figurë gjëra të cilat Edi Rama nuk ishte menduar kurse do të shikonte as edhe shqiptarët. Dhe të shkruara dhe të përsëritura 4-5 herë që ja çfarë thotë dhe çfarë bën ky njeri. Dhe unë mendoj, po ju keni diçka personale me kryeministrin? Po ç'mund të kem, ç'mund të kem. Ju pyes. Jo, detyra ime është kjo. Atë që shikoj, në bazë të ligjeve, të rregullave, dhe të morfologjisë dhe sintaksës shqipe, si pen, më duhet ta raportoj përkundrejt ligjeve të shtetit tim, për të rritur kodin moral, për të pasur një transparencë në profesionin tim. Për mua xhelozia nuk është me veten time. Xhelozia është
me faqen e parë të gazetës, a do di unë që t'i ofroj publikut diçka reale që të mbeset dhe të më kujtojnë dhe më thonë, po, ti e ke shkruar të bukur, ti e ke fotografuar të bukur, ti e ke xhiruar të bukur. Sepse puna jonë është trashëgimi vlerash. Po ditë kur garda ju nxorri jashtë, keni bërë dhe fotot të ish kryeministrit, cilat i ndoqëm. Ka patur reagime nga ana e opozitës, e Partisë Demokratike? Jo, atëherë më lejoni sepse po më vjen keq që po prezantohem para medias duke folë me veten e parë numër 1-s unë. Më lejoni t'ju rikujtoj që kur është bërë tenderi i pasaportave biometrike, Po. unë kam qëndruar 14 orë në këmbë brenda në Ministrinë të Rendit dhe kam xhiruar komplet procedurën dhe i ndjeri ish zëvendësministri i Rendit, që më vjen keq që po e kujtojmë këtë natë. Unë kam qenë që i kam nxjerr tek fiksi abuzimet dhe brenda Ministrisë të Rendit më thosha unë do bëj detyrën dhe ti nuk më nxjerr dot dhe nuk pret dot me dorë. Dhe nuk kam pasur brenda Ministrisë të Rendit të denoncoja lekët e shqiptarëve si po menaxhoheshin nga qeveria. Dhe nëse unë do shes profesionin tim për lek, nesër do të thotë që unë jam njeriu më i urryer në radhë parë me veten time. Pastaj nga kolegët ose të tjerë si tu pëlqej, unë nuk kam frikë. Dhe një gjë tjetër, që është e shkruar te gazeta Iliria e 4-ta në Amerikë me 240 faqe. Ka bërë një shkrim kur në in memoriam të heroit të kombit, se për mua kombi nuk është Kosova, është për mua Kosova është Karina verilindore shqiptare. Nëse ka ndarë tuajt nuk e ndaj unë si shqiptar, të Adem Jashajt, në ceremoninë që unë vajta bëra foto dhe shkrimin, unë kam bërë një shkrim për heroin kombëtar që janë të përçarë forca politike dhe ky ishim zhvatuar dhe unë aty kam denoncuar dhe zotin Berisha që nuk mungojnë heronjë në ditët e sotme Shqipërisë mungojnë heronjë. Në ditët e sotme. Të gjallët flas, jo ata që kanë ndruar. Ka heroin artificial të pompuar, po desha të sqaroj këtë gjë me publikun se duhet të jem transparent. Atëherë, një muaj më parë, në ceremoninë e zotit heroit të kombit Adem Jashari, që mungonte pozita e majta, unë kam fotografuar zotin Basha dhe zotin Berisha në këmbët e Adem Jashari dhe kam bërë shkrim, duke treguar të vërtetën që zoti Berisha e ka dënuar Adem Jasharin, e ka burgosur sipas Miranda Vickers. Atëherë, përderisa unë jam transparent dhe futem brenda Ministrisë të Rendit dhe denoncoj dhe tregoj, përderisa unë shkruaj dhe përpara një jave, përpara një muaji, atëherë unë nuk kam pasione militante që të mbroj të krah dhe të sfumoj krahun tjetër. Atëherë, përse unë duhet të që të vinë apostafat njerëz të gardës, thonë ti di se ti na prish punëve tek shefi ynë. Ky është një militantizëm për mua ordiner, duke pasur parasysh po të fillojmë standardet e NATO-s, i vendi NATO-s, statusi etj që vinë 3 veta dhe kapin për krahësh një njeri, thonë mbilit vega dhe dil se ti më shan shefin mua. Domethënë jo dënuan apo jo? Shiko. Fjala është më e rëndë se plumbi, thot populli. Sepse ai që vdes nuk e di që ka vdekur. Reagimi i kryeministrit Berisha ju ndihmoi apo ju vështirësoi situatën? Flas për reagimin në Facebook. E lexova pasi vajta në shtëpi. Shiko, që normalisht statusi i zotit Berisha me 920.000 franca, nuk e di sa ka, se i ka në rritje, për mua është agjenta më e madhe e klikuar. Shtypi online është i pari dhe është më i klikuari. Më erdhi mirë që doli e vërteta dhe ashtu ishte, po nuk më erdhi mirë që shumë media, të cilat dhe unë jam partnerë dhe kanë ndihmuar, kanë publikuar lajme që unë i kanë interesuar, nuk më përkrahën për një të vërtetë që mund të ndodhi dhe atyreve. Urojmë që të ketë mbyllur me kaq dhe duke qenë se jemi në të njëjtin profesion, e them me drejt pak më parë, ajo që ndodhi mua mund ndodhi ty dhe kujdo tjetër një ditë. Çfarë është qendra mediatike kur ajo? Atëherë, unë kam punuar, ju ja thash, për disa media. Për shembull, për rreth 2-3 vjet kam punuar tek Gazeta Shqiptare tek rubrika Bluetooth. Me një objektiv me vipa që i shkruaj, komentoja gjëra. Kam punuar gati 3 vjet tek emisioni Fix Fare. Kam qenë drejtor vitet e fundit me staf vogël ke ish Channel One, TV1 që vajte ke Channel One. Atëherë, me disa shoqe, unë mendova që përderisa unë njoh media, njoh kamerën, kam akses, jam futur gjithandaj, kam shtitur gjithë Shqipërinë. A mund të bëjmë neve brenda kuadrit ligjor një grup shokësh, gazetarësh, operatorësh, fotografësh, që të themi diçka ndryshe, diçka më unike dhe ta jemi transparent në radhë parë me një tjetrin. Unë falenderoj. Kënaqësi që i kisha në studio. Faleminderit juve, ju shoh me kënaqësi, nuk më zgjoj gjumë pa parë UTV Newsin.
Faleminderit, edhe unë e përcjell punën tuaj, sikurse e vot re. Isha me fotoreporterin Namzat Tiga, drejtori i Qendrës Mediatike Kurajot, nderuar miq. Kjo ishte Ora Zero dhe për sonte, ritransmetimi do të jetë në orën 10 paradite. Deri atëherë mirupafshim.